Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Në ditën e 51 të protestës, mijëra qytetarë kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Rama, që nga emigrantët e larguar këto vite deri tek një i moshuar 90 vjeçar që foli para protestuesve, të gjithë kishin vetëm një kërkesë: largimin e kryeministrit Rama. Edhe sot, si çdo ditë, protesta do të zhvillohet në orën 19 me marshimin nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë. Mijëra qytetarë protestuan sërish përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama në ditën e 51 të këtij revolucioni paqësor. Protestuesit u mblodhën si çdo ditë në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt kryeministrisë. Një qytetar i ardhur nga Londra u shpreh se të gjithë shqiptarët duhet i bashkohen kësaj proteste. Dje kam ardhur nga Londra dhe e ndjej një përgjegjësi dhe që të marrën pjesë në protestë që të bëhet përfundimisht ky vend. Po ne u largova ato vitet mbas komunizmit, u largova për një jetë më të mirë, e ndërtuam diçka për veten tonë, për fëmijët më të mirë, po jashtë këtij vendi dhe nuk do të dëshiroj që edhe fëmijët e mi të kthehen këtu në këtë vend. Se është një vend shumë i bukur. Jetoj në Londër, por ky vend është më i bukur se Londra. Një tjetër protestues komentoi sulmin që ju bë prestigj rezort nga tatimet, duke u shprehur se ky sulm vjen për shkak të pasqyrimit që News 24 po i bën protestës. I vajzën ati Irfanit, miku tim të dielën, dhe i bën presion se transmeton online protestën. Kjo është qeveria që ne nuk duam. Po si ka mundësi që vetëm Irfanit i pishemi ndërtesat, edhe i vend tatimit aty për ditë djele. Po është tur, po edo, nuk e tur për burri dheu, që merresh me Irfanin. Është tur, po merresh me i biznesmen të ndershëm, me Irfanin Zemberliun. Tur, po edi Rama, tur. Në datën 23 korrik, protestuesit thanë se do t'jenë sërish përpara parlamentit për të protestuar. Të kujt janë këta deputet? I kujt është ky kryetar parlamenti i cili ka frikë të shpall datën 23 si datë në cilën ka seancë plenare? Ata deputet nuk na përfaqësojnë. Dhe nëse do të ketë seancë plenare me datën 23, ne do të jemi aty për t'ju dhënë përshëndetjen e fundit me këtë parlament. Njëri tha se gjatë këtyre viteve 500.000 shqiptar janë larguar nga vendi vetëm për shkak të keqeverisjes. Kemi larguar 500.000 njerëz, gjys milioni njerëz që nga 2014. Gjys milioni njerëz është njësoj si kur të merje Florën, Durrësin, Sarandën dhe Shkodrën e t'i shtuke fare nga harta. T'i shtuke jo për shkaqe natyrore, jo për ndonjë luftë, jo për ndonjë fatkeqësi, por i dëbuam vetë. Dy të moshuar, 90 dhe 82 vjeç, u kërkuan të gjithë shqiptarëve që të bashkohen me këtë protest deri në largimin e qeverisë. Unë jam në Rresh, u bëj thirrje, edhe jo më 7, po saktë unë e njësa të Bijan, të nesëm për Shqipërinë se ka marrue. Na kanë mund hajdutat, na kanë mund kriminalat, gjithë tonë hike në përbot, ka me Prishtina këtu, i kam mini 100 metë jashta. Nuk ka protest më të bukur e rinei më të bukur se ka po këtë protest. Jam 82 vjeç, nuk e majme, absolutisht asnjëherë. Bravo qëfë! Po shtrikoje Rama se kanë hikë, se ka blokuar Shqipërinë, vetëm në na jep rrugën për të hikur. Por nuk do hikim, këtë radhë do hiki jaj.
Një emigrant i cili u largua nga Shqipëria në vitin 2015 ju bashkua sot protestës për largimin e qeverisë bashkë me fëmijët e tij, duke akuzuar kryeministrin Rama si shkaktarin e largimit të tij nga vendi. Në 2015 kam ikur si azilant. Djalin e kam marrë 7 muajsh me vete, kurse gocën e kam lindur jashtë. Sot kam ardhur, kur kam ikur në 2015, dua të ndaj vetëm një gjë. Kur kam arritur në aeroportin e Hamburgut, kam pasur vetëm 2,30 euro në xhep. Dhe ika me këti maskaraj që herdi për ca i mundi edhe për ca fitoj. Mua më mundi, unë ika. Dhe u detyruam që të iknim të alinim këtë vënd dhe të iknim të emigronin dhe të qenim veten diku tjetër. Dhe sot themi prap këtu mbrapa dhe është i njëjti person. Është ai që na vrau shpresën. Boll, paroj, boll se do jep një llogari një ditë. Në përfundim të protestës, pasi pastruan sheshin si çdo ditë nga mbeturinat, qytetarët marshuan në rrugët e Tiranës duke ftuar edhe të tjerët që të bashkohen me këtë protestë. Një grup protestues i shëmblodhën të hënën paradite para godinës së kuvendit, ndërsa në orën 12 pritej të fillonte seanca plenare. Ndërsa deputetët e Partisë Socialiste nisën të futen në kuvend, protestuesit sulmuan me breshëri vezësh disa makina deputetësh. Nuk u regjistrua asnjë incident me forcat e policisë, ndërsa këto të fundit arritën të spostojnë protestuesit jashtë rrethimit me gardë metalik që kanë bërë godinës së parlamentit. Ndërkohë, në seancë morën pjesë edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilët herë e fundit i bojkotuan punimet e kuvendit. Pas tensioneve që shoqëruan seancën parlamentare, u shtyn raportimet e disa institucioneve të pavarura në kuvend. Vendimi u mor pasi opozita kundërshtoi dhe bllokoi foltoren e kuvendit, duke mos pranuar raportimin e avokatit popullit Endrit Shabani, duke theksuar se ai nuk përfaqëson qytetarët edhe është një zgjedhur i maxhorancës. Seansa plenare e kuvendit u shoqërua me debate dhe tensione mes mazhorancës dhe opozitës, pasi deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren duke kundërshtuar raportimin e avokatit të popullit Endri Shabani. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi e akuzoi mazhorancën se po provokon opozitën dhe kërkojnë ndryshimin e rendit të ditës, pasi sipas tij mazhoranca kërkon të pengojë diskutimet për aktin normativ për 4.3 milion euro që qeveria dha për koncertin e artistit Kanye West. Ai kërkoi që raportimi i avokatit të popullit të mos zhvillohej këtë seancë, duke paralajmëruar bllokim të seancës. Ju nuk mund ta provokoni opozitën duke cilë për të raportuar në këtë seancë një njeri që është zgjedhur në kundërshtim flagrant me kushtetutën, në një pozicion kushtetues. Nuk kemi nevojë për të dëgjuar një njeri që s'ka ngritur kurrë zërin në gjithë këto muaj, është sjellë si një ushtar partie, por as një ditë vetme si avokat i popullit. Sepse nuk kemi nevojë të dëgjojmë një ushtar të Edi Ramës, ftojeni atje të raportojë, sepse ai është avokati juaj, jo avokati i popullit. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit Niko Peleshi kundërshtoi kërkesën e opozitës, duke thënë se rendi i ditës nuk mund të shtyhet pas nisjes së seancës. Ai shtoi se nëse gjykata kushtetuese do të merrte një vendim, ai do të zbatohej. Të mos impononi mendimin tuaj kolegëve të tjerë që janë ulur dhe po presin dëgjojnë raportin e institucionit kushtetues të pavarur. Me forcën e ligjit imponohet rendi i ditës, jo me forcën e fizike. Deputetët vinë këtu të bëjnë ligje, nuk vinë këtu të përleshen. Ai që është më i fortë e çan rrugën te Voltoria, kush është më i dobët nuk flet dot. Kjo nuk mund të ndodhë këtu. Nuk ka shans të impononi kuvendit rendin e ditës. Nuk ka asnjë shans. Të paktën për sa kohë që jam unë këtu. Ndërhyrja e parë nuk dha asnjë rezultat, pasi pas kësaj fjalie, kryetari i parlamentit ndërpreu seancën për të dytën herë. Në rikthim pati një propozim të Tauland Ballës për shtyrjen e pikave të seancës. Në kushtet e një kërkese nga ana e deputetëve të opozitës, unë do t'i propozoja seancës që seanca të ndërpritet këtu, kaloj
në seancën pasardhëse, pra të konsiderohet vijimi i kësaj seance. Kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi Partinë Socialiste për prishje të seancës së ditës dhe asaj pasardhëse. Nuk e kuptoj logjikën e propozimit bërë, sepse rënditja që propozoi është e ndryshme nga ajo që ka miratuar kryetari i kuvendit. Dhe sapo mori edhe kompetencat e kryetarit të kuvendit për përcaktimin e rendit të ditës. Gjë që nuk e ka asnjë kryetar grupi, është kompetencë ekskluzive e kryetarit të kuvendit. Dhe sa kohë kjo çështje trajtohet nga gjykata kushtetuese, zgjedhja e avokatit popullit në vlerësimin tonë në kundërshtim me kushtetutën, zotëria nuk mund vjedhë të raportoj në seancë plenare. Pas debateve, kuvendi vendosi të votojë propozimin e Taulant Ballës për shtyrjen e seancës. Seanca u shtyp për datën 23 korrik, ndërsa rendi i ditës do të bashkohet me pikat e parashikuara. Ligjvënësja demokrate Jorita Tabaku akuzoi qeverinë për presion ndaj mediave, ajo evidentoi rastin kur tatimet ushtruan kontrolle pranë Prestigjit Resort. Sipas saj shkak është transmetimi nga News 24 i protestës qytetare kundër qeverisë. Gjithashtu Tabaku ngriti pikpyetje mbi zbatimin e ligjit në Shqipëri, kur tha se Belinda Balluku mbrohet nga maxhoranca. Deputeti e Partisë Demokratike Jorita Tabaku akuzoi qeverinë se po përdorin institucionet shtetërore si instrument presioni ndaj mediave kritike. Nga foltorja e kuvendit, ajo e cilësoi kontrollin e tatimeve ndaj News 24 si një akt që sipas saj ndeshkon qëndrimin editorial të televizionit në mbështetje të protestës. Tabaku tha se praktika të tilla janë në kundërshtim me standardet evropiane për lirinë e medias dhe shtetin e së drejtës. A është Shqipëri europiane ajo e cila i çon medias drejtorinë e tatimeve vetëm pse televizioni News 24 mbron protestën, e pse televizioni News 24 sot është pro protestës? A janë këto standarde europiane? A është kjo Shqipëria që qytetarët kërkojnë për te interesave politik? Ky është modeli që duhet lexojmë edhe pas gjuhës raportit. Duke cituar raportin e fundit të Komisionit Evropian mbi zbatimin e ligjit në Shqipëri, Ligjvënësia Demokrate theksoi qëndrimet me vedije me 2 standarde në zbatimin e ligjit nga maxhoranca. Ndryshe zbatohet ligji për të përmbrojturit dhe ndryshe kur flitet për Belinda Ballukun, të cilën e mbrojtën nga arrestimi. Kur një ministër, një zyrtar i lartë, një ish zëvendës kryeministër vjedh, bën korrupsion, miraton ligje, atëherë sigurisht trajtohet ndryshe. Qytetari zvarritet, zyrtari mbrohet. Për qytetarin e zakonshëm ligji është i menjëhershëm, është i ashpër, është brutal. Për pushtetin ligji është elastik, ligji është i negociueshëm, ligji është i pazbatueshëm. Ky nuk është standard evropian. Kjo nuk është barazi para ligjit. Kjo është pikërisht ajo që Komisioni Evropian flet për cënimin e mekanizmave të kontrollit dhe ekuilibrit në krijimin e një perceptimi të pandëshkueshmërisht, ajo që ndodhi pikërisht me Belinda Ballukun, që është zyrtarja par excellence që ky parlament e ka mbrojtur, ka ngritur kartonat dhe sot është kthyer dhe një pengesë për procesin e integrimit. Këto deklarata deputetja e Partisë Demokratike i bëri gjatë diskutimeve në parlament mbi raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Pas plagosjes së 3 të rinjve në Elbasan, News 24 ka zbardhur dinamikën e ngjarjes. Sipas të dhënave shënjestër e sulmit ishin Armand Tomorica dhe Renaldo Mançe, të cilët ishin ulur së bashku në një tavolinë në verandën e lokalit në shoqërinë e kamarierit Bjorgi Hoxha. Nga kamerat shihet se autori ju është afruar, i ka ofenduar dhe më pas qëlloi drejt tyre. Ndonse një polic që ndodhej rastësisht në lokal e ndoqi pas, autori arriti të arratisej. News 24 ka zbardhur detaje nga plagosja e 3 të rinjve brenda një lokali në Elbasan, ku nga kqyrja e vendit të ngjarjes janë gjetur 6 gëzhoja arme. Sulmi ndodhi mbrëmjen e së hënës në lagjen Vullnetari, ku të plagosur mbetën Armand Tomorica 32 vjeç, Renaldo Mançe 31 vjeç dhe kamerieri që ishte në shërbim, Bjorgi Hoxha 19 vjeç. 3 të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Elbasanit, ku bluzat e bardha bëjnë të ditur se njëri prej tyre ka marrë një plumb në shpatull, tjetri është goditur në këmbë, ndërsa personi i tretë ka pësuar një gërvishtje nga plumbi, por janë jashtë rrezikut për jetën. Hetimet paraprake kanë zbuluar se autori dyshuar kishte pasur më herët një konflikt me Tomoricën dhe Mançen, çka dyshohet se u bë shkak për sulmin me armë ndaj tyre. Sipas dinamikës, Tomorica
Morica dhe Mançe ndodheshin të ulur në një tavolinë në verandën e lokalit në shoqërinë e kamerierit Bjorgi Hoxha. Autori u afrua drejt tyre dhe sipas dëshmive të personave që ndodheshin në lokal, fillimisht ai i ka ofenduar dhe më pas ka nxjerrë armën dhe ka qelluar disa herë në drejtim të tyre, duke i lënë të tre të plagosur. Grupi hetimor ka sekuestruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë së lokalit dhe të bizneseve përreth, ndërsa janë marrë në pyetje edhe 3 personat e plagosur për identifikimin e autorit. Në çastin ku ndodhi sulmi, brenda lokalit ndodhej edhe një oficer policie jashtë shërbimit, i cili reagoi në mënyrë të menjëhershme, duke ndjekur autorin e plagosjes. Megjithatë, përpjekja e tij nuk rezultoi efektive, pasi autori u largua me vrap në brendi të lagjes, duke humbur gjurmët. Gjatë arratisjes, autori hodhi armën e zjarrit, e cila është sekuestruar nga policia si provë materiale. Pas ngjarjes, forca të shumta policie rrethuan zonën dhe zhvilluan kontrolle intensive në një perimetër të gjerë për kapjen e autorit, marrja në pyetje së cilit mund të çojë në zbardhjen e shkaqeve të konfliktit me personat që plagosi. Një shpërthim eksploziv ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në pronën e vëllezërve Fadil Elias Julian Balla dhe Altin Balla. Julian Balla është në kërkim nga prokuroria e posaçme pasi akuzohet për trafik kokaine dhe pastrim parash. Balla akuzohet edhe si pjesë e organizatës kriminale të drejtuar nga Ervis Çela e Franc Çopja. Shpërthimi ka ndodhur në derën e shtëpisë së vëllait Altinit, që ndodhet ngjitur me derën e shtëpisë së Julian Ballës, ish presidenti i klubit sportiv Erzeni. Një vit më parë, në një operacion të spakut, Julian Ballës i kanë vënë në sekuestro edhe 2 pasuri të patundshme me vlerë gati 1 milion euro në kuadër të hetimeve të ndërmarra ndaj tij. Një 66 vjeçar në Korçë dyshohet se i dha fund jetës në mënyrë tragjike duke u djegur brenda makinës tij. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas mosmarrveshjeve që ka pasur në familje, pasi policia ka gjetur një letër ku shkruaj: "Po iki se nuk jam sjell mirë me familjen." Mësohet se bashkëshortja dhe 2 djemtë e viktimës jetojnë jashtë shtetit, kurse hetimet për ngjarjen vijojnë. Një ngjarje e rëndë ndodhi mëngjesin e kësaj të martë në Korçë, ku një 66 vjeçar i dha fund jetës tragjikisht duke u vetdjegur në automjetin e tij. Sipas të dhënave paraprake, mësohet se viktima Iraklit Çinoku jetonte vetëm pas mosmarrveshjeve që ka pasur me bashkëshorten, e cila ishte larguar për të jetuar në Greqi pranë djalit të tyre. Pas ngjarjes, policia e Korçës ka vjuar kontrollet edhe në banesën e viktimës, ku mësohet se kanë gjetur një letër të lënë nga 66 vjeçari me mbishkrimin: "Po iki se nuk jam sjell mirë me familjen." Dyshohet se kjo ka qenë arsyeja që 66 vjeçari i dha fund jetës, ndërsa fëmijët e familjes Çinoku thonë se nuk ka qenë konfliktual, duke përjashtuar mundësinë për mosmarrveshje të tjera. Njeri me të rregullt nuk bën ndonjë konflikt, ndonjë gjë, nuk di unë të ketë. Shmi shumë i rregullt, kritikoj. Me tëra të pasurira, me të konflikte gjëra të tilla s'ka. Dënësit familjes nuk janë. Pensionistit që nuk bën. 66 vjeçari Iraklit Çinoku ishte babai i 2 djemve, njëri prej të cilëve punon si mjek në Greqi dhe tjetri është emigrant në Britaninë e Madhe. Policia vijon ende hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Shkëputemi për një hapësirë publicitare. Rikthehemi drejt për drejt, ish kryeministri Sali Berisha vijoi akuzat e tij ndaj qeverisë duke bërë publike 3 emra që sipas tij lidhen me takimin e shumë përfolur në Aruba. Berisha tha se nuk disponon dosjen e plotë të këtij rasti, por se ka të dhëna për persona që sipas tij kanë qenë pjesë e një rrjeti të lidhur me trafikun e drogës dhe investimet në ndërtime. Ai gjithashtu kritikoi SPAK-un për mënyrën e hetimit të çështjeve që lidhen me qeverinë, ndërsa vetë vijon të jetë në gjykim në GKKO për çështjen partizane. Ish kryeministri Sali Berisha bëri publik sot 3 emra që sipas tij kanë qenë pjesë e takimit të shumë përfolur të Arubës, ku bos të krimit lidhen marrëveshje për trafikun e drogës dhe ndërtimet e kullave e resorteve në Shqipëri. Berisha u shpreh se nuk e disponon dosjen e Arubës, pasi do ta kishte bërë publike 100 herë, por ka të dhëna vetëm për emrat. Lidhur me Arubën figuron emri i Angela Gaçit, Ergys Agasit dhe i Damjanit që thot betohem. Betohu në Bibël, nuk pranoj mu të betohem në Bibël. Ja krijova mundësinë, urdhoj ta dil këtu
të nxjerrin Biblën dhe betohu. Berisha e lidhi Damian Gjiknurin edhe me një udhëtim në Malin Athos, por nuk dhe shpjegime të mëtejshme. Nga dyert e SPAK u paraqit në zbatim të masës detyrim për paraqitje. Ish kryeministri hodhi akuzën ndaj prokurorëve të posaçëm, që sipas tij nuk po hetojnë çështje që implikojnë qeverinë, sikurse janë krimet zgjedhore apo Albanian Files. Mos prisni ju as edhe një hetim përveç atyre që urdhron Edi Rama. Albanian File është një nga krimet më të mëdha, por krimi të gjitha krimeve është krimi i zgjedhjeve dhe injorimi, amnistia e krimit elektoral. Sali Berisha është duke u gjykuar në gjykatën e posaçme për korrupsion kryer në bashkëpunim lidhur me çështjen Partizani, pasi sipas SPAK ka favorizuar dhëndrin në privatimin e ish klubit sportiv. Kërkesa e protestuesve për anullimin e paketës maleve nuk merret në konsiderat nga kryeministri Edi Rama, i cili prerësht refuzon atë. Në përgjigjet e komenteve në rrjetet sociale, Rama shpreh se projekti kërkon kohën e vet dhe se Shqipëria do të shndrohet në një Zvicër të vogël. Kryeministri Edi Rama nuk bën asnjë lëshim. Paketa e maleve nuk do të anulohet. Kreu qeverisia përgjigjet të prerë një ndër 5 kërkesave të protestës së mira e mira qytetarëve, të cilët kërkojnë anullimin e ligjit. Rama thekson se paketa e maleve është politik për të drejtën e pronës dhe zhvillimit të saj. Kjo është Zvicra e vogël blerta, e cila kërkon kohën e vet, kërkon punën e vet, po për të cilën sot nuk mund të më thot dot njeri që është një propagandë, është një ëndër e paralizueshme, është diçka jashtë realitetit, sepse në ndërkohë copzat të Zvicrës vogël kanë filluar të lindin dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet blerta në malet e Shqipërisë. Do bahet. Po ta them me dialektin e maleve. Do bahet se s'pan. Në ditën e 52 të revoltës qytetare, kryeministri Rama vijon sulmin ndaj protestuesve, duke përsëritur etiketimin si e marrë peng nga Sorra dhe Korba. Ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e Sorrave dhe e Korbave që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbëltyr simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është. Mesazhin e tij shefi i ekzekutivit e bëri i rrugës për në theth, një ndër zonat malore turistike që pritet të jetë pjesë e zbatimit të paketës së maleve. Ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit Mirlinda Karçanaj është paraqitur në SPAK për zbatimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje. Karçanaj është në nënhetim për dosjen e Akshit, ku bashkë me persona të tjerë, mes tyre Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri, akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Ndaj tyre janë ngritur akuza për veprat penale, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Më herët Mirlinda Karçanaj ishte në masën e sigurisë, arrest shtëpie, por gjykata e lartë vendosi lehtësimin e masës, duke zëvendësuar atë me detyrim paraqitje. Ish drejtuesja e Akshit, Mirlinda Karçanaj, dhe zëvendësja e saj, Hava Delibashi, akuzohen për shkelje të barazisë në tendera dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas SPAK, ato dyshohet se kanë patur rol në procedurat e manipuluara të tenderimit edhe në favorizimin e kompanive të caktuara përmes kritereve të vendosura në mënyrë të paligjshme. Dy punonjës të Diama Resort në Golem u arrestuan, kurse 2 të tjerë u proceduan nga policia e Durrësit pasi dhunuan fizikisht 5 pushues turq. Sherri ndodhi në një lokal në plazhin e Golemit, ku menaxheri dhe një punonjës në hapësirën e plazhit administruar nga Diama Resort dhunuan me sende të forta 5 turistë turq. Në pranga përfunduan 33 vjeçari David Kondo dhe 37 vjeçari Euler Qose,
pasi plagosën në rënd 2 nga turistët edhe përpasoj do të përballen me drejtësim për veprat penale plagosje e rënd me dashje kryer në bashkëpunim dhe prishje e qetësisë publike. Po ashtu, nisi procedimi në gjendje të lirë për veprat penale plagosje e lehtë me dashje kryer në bashkëpunim dhe kanosje për banakjerin dhe një rojë sigurie, pasi goditën me grushta dhe kanosën 3 pushuesit e tjerë turq. Diamaresor në Golem administrohet nga Asemina Çokani. Banorët e fshatit me Mëlisht në Pogradec prej kohësh vuajnë mungesën e furnizimit me ujë të pishëm duke shtuar se po detyrohen të blejnë ujë për konsum. Rrjeti ujësjellësit u zgjerua për të furnizuar disa fshatra, por nuk u shtuan burimet duke lënë fshatin pa ujë. Shqipëria speron që në pak vite të përfundoj procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por ndërkohë, banorët e fshatit me Mëlisht në Pogradec vuajnë ende mungesën e furnizimit me ujë të pishëm. Në këto temperatura të larta, ku nevoja për konsum shtohet, banorët thonë se furnizohen vetëm 4 orë në ditë, duke u detyruar ta blejnë ujin. Problemi është shumë i madh. Uji këtu nuk ka. U bën kanalizimet, u bë depo e ujit e re, uji prap na vjen me orar. Si thonë, po prap uji nuk ka. 2 orë në mëngjes, 2 orë në darkë, as ato nuk na plotësojnë nevojat tona jetike. Edhe uji na mbajnë të mbyllur. Është turp 2026 tash të diskutohet problemi ujit pishëm. Institucionet janë në dieni, po asnjë nuk e ve ujin në zjarr. Të mendoj për popullin që s'ka ujë të pijë, e jo më për gjëra të tjera. Ka puze dikush të rrallë, dikush me depozitë, dikush. Banorët pretendojnë se rrjeti ujësjellësit u zgjerua për të furnizuar disa fshatra, pa shtuar kapacitetet e burimeve, ndërsa punimet sipas tyre kanë sjellë edhe dëmtime të rrugëve dhe defekte të vazhdueshme në tubacione. Kur u bë ujësjellësi, ne kemi debatuar me ata zotërinë të firmës, sepse ata zgjatën rritin e ujit në fshat, e çuan deri në Gurtkuq dhe këte futën fshatin Çevenak. Me atë ujë që kishim ne më përpara. Prandaj nuk kemi ujë. Rrjeti u zgjerua më shumë. Ujit ishte ajo që ishte më përpara. Dhe cilësia e punës për mendimin tim nuk u bë mirë. Një orë në mëngjes, një orë në darkë. Na thanë do keni ujë 24 orë. Pas ngritjes së shqetësimit nga banorët, News 24 u interesua pranë institucionit të ujësjelljes kanalizimeve Pogradec, ku drejtori Johan Sterio bën të ditur se brenda 3 javësh pritet të përfundojë shpimi i 2 burimeve të reja, investim që synon të rrisë kapacitetet e furnizimit dhe të zgjidhë përfundimisht problemin e ujit të pishëm në Mëlisht. Banorët e Mëlishtit mbeten në pritje të zgjidhjes së premtuar nga Shoqëria e Ujësjelljes Kanalizimeve Pogradec. Nëse punimet për burimet e reja do të përfundojnë brenda afatit të deklaruar dhe furnizimi me ujë do të përmirësohet, mbetet për të parë dhe News 24 do ta ndjekë çështjen deri në fund. Shoqata e motoristëve dhe kamionistëve të Gjermanisë për herën e tretë radhazi ka sjellë në qytetin e Pogradecit ndihmë humanitare kryesisht për shkollat dhe personat me aftësi ndryshe. Një nga përfaqësuesit e shoqatës bën të ditur se nisma është realizuar edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. 3 kamion të ngarkuar me ndihmë humanitare nga Gjermania kanë bërritur në Pogradec, duke sjellë mbështetje për shkollat, institucionet sociale, personat me aftësi të kufizuara dhe familjet në nevojë. Donacioni është mundësuar nga Shoqata e motoristëve dhe kamionistëve të Gjermanisë. Përfaqësuesit e shoqatës gjermane e cilësuan këtë nismë një shenjë solidariteti, duke theksuar se donacioni është realizuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe se synimi është që ky bashkëpunim të vijojë edhe në të ardhmen. Unë jam përfaqësuesi i shoqatës së motoristëve dhe kamionistëve të Gjermanisë, e cila ka filluar nismën humanitare para 25 vitesh, ku motoristë nga grupe të ndryshme në Europë diskutuan se si mund të transportonin ndihma në Ballkan. Në fillim jemi marrë me transportin e materialeve për spitalet, ilaçe dhe më vonë sipas kërkesave të qytetit, bazë materiale për shkolla dhe kopshte. Ky është transporti 29 që bëjmë ne, të mbështetur nga komuniteti evropian. Kjo është hera e tretë që në Pogradec mbërrin kamion me ndihma humanitare nga Gjermania.
Presidenti Donald Trump njoftoi tarifa prej 50% për një gamë të gjërë importesh nga Kanadaja në përgjigje të asaj që administrata amerikane e quajti trajtim diskriminues të automjeteve, alkoolit dhe produkteve të qumshtit të prodhuara në Amerikë, duke kërcënuar një front të ri në një luftë tregtare globale. Tarifat e reja të cilat do të hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, do të zbatohen gjithashtu për produktet e qumshtit, mobiljet dhe veshjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vendosi një tarif prej 50% për një gamë të gjërmallrash të importuara nga Kanadaja në shenjë hakmarrje për atë që ai e quajti trajtim të pabarabartë të automjeteve, produkteve të qumshtit dhe pijeve alkolike amerikane. Artikuj të konsumit të përditshëm si vera dhe mallra industriale si cimentoja janë ndër mallrat e vendosura në shënjestër, megjithatë disa eksporte kyçe do të kursehen, siç janë energjia, potasiumi, mineralet kritike dhe peshku. Kryeministri Mark Carney u përgjigj duke thënë se Kanadaja ishte e gatshme të intensifikonte bisedime tregtare me SBA-n në javët e ardhshme. Shtëpia e Bardhë tha se detyrimet do të hynin në fuqi brenda 30 ditësh. Kjo shënon një përshkallëzim të madh të tensioneve tregtare mes fqinjve të Amerikës së Veriut. Kanadaja ishte një nga vendet e pakta që u hakmorë në vitin 2025 kundër tarifave të Trump, duke vendosur një taks prej 25% mbi mallrat amerikane me vlerë rreth 30 miliard dollar kanadez. Carney më vonë hoqi disa prej tyre, por mbajti tarifat për automjetet, çelikun dhe aluminin amerikan. Kur Trump dhe Carney u takuan në finalen e Kupës së Botës në New Jersey të dielën, Trump kërkoi që Carney të ndërmerrte veprime për të frenuar zjarret që kanë përhapur tym në të gjithë SBA-n. Presidenti amerikan kërcënoi javën e kaluar se do t'i shtonte koston e pallogaritshme të trajtimit të ndotjes tarifave ekzistuese për mallrat kanadeze. Andy Burnham mori të hënën detyrën si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar pas dorëheqjes së Keir Starmer nga detyra. Në fjalimin e tij të parë, kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar Andy Burnham theksoi se do të punojë për popullin dhe jo thjesht për të shënuar disa pikë në tabelë. Kujdesi për njerëzit do të jetë në zemër të gjithçkaje që do të bëj, theksoi ai. Andy Burnham mori këtë të hënë detyrën si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar, pasi u ftua për të formuar një qeveri nga mbreti Charles në pallatin Buckingham. Kjo vjen pasi Keir Starmer dha dorëheqjen zyrtarisht, duke thënë në fjalimin e tij të fundit përpara kryeministrisë se po largohej dhe se puna e tij kishte përfunduar. Në fjalimin e tij të parë, kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, theksoi se emërimi i tij si kryeministër është një moment për reflektim dhe zgjidhje të re. Sipas tij, brezi i tij i politikanëve do të duhet të ngrijë nivelin e lojës dhe të përballojë sfidat që kanë përpara. Britania duhet të tregojë se mund të rifitojë stabilitetin edhe një herë, dhe kjo është sfida jonë. Nuk kemi qenë mjaftueshëm të mirë dhe ne duhet të përmirësohemi. Shumë fusha ende nuk janë rikuperuar. Do ta ndryshojmë politikën për ta bërë atë më bashkëpunuese dhe për zgjidhjen e problemeve, dhe jo thjesht për të shënuar disa pikë në tabelë. Burnham deklaroi se do të përqendrohet në vendosjen e vlerave dhe standardeve të duhura në zemër të qeverisë. Kujdesi për njerëzit do të jetë në zemër të gjithçkaje që do të bëj, theksoi ai, ndërsa premtoi se do të jap gjithçka nga vetja për të ndërtuar një ndjenjë të re kombëtare uniteti. Ai bëri thirrje publikut dhe mbështetësve të tij të qëndrojnë pranë tij, duke thënë se ky është momenti kur Britania fillon të besojë përsëri, momenti kur ne sjellim përsëri shpresën. Ne mbritëm në fund të edicionit lajmeve në News 24, për më gjërë juftojmë të klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit, gjithashtu mund të në ndishni edhe për mes live streamit, si edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.